Secila pjesë në fermën e tij ishte rregulluar ku secila kafshë kishte vendin dhe hapësirën e nevojshme. Por në oborrin e shtëpisë së tij ekziston një kënd për të cilin ka shumë histori e që është në fakt e gjithë jeta e tij, mundi dhe sakrifisat që dha për adhejun e tij, Kosovën. Ka qenë derë me qenë pjesë e ushtrisë timtare të Kosovës. Një diçka që sot krenohet i gjithë kombi. Ne kemi pas borxh moral e kombëtar me u përgjigj kushtrimit për luftën çlimtare. Prandaj sot ka mbetë një krenari që ne duhet ta ruajmë, ta mbrojmë, ta respektojmë përjetësisht, mbi të cilën sublimon liria e popullit. Nuk kam fjalë më të mirë se sa t'i nderojmë për jetë e të gjithë ata që kanë dhënë më të shtrenjtën, kanë dhënë jetën për ditët e sotshme. Mesazh goxha i mirë, edhe po besoj krejt në fund çfarë do të thuash, jo ta përbyllim kështu pak edhe me fermerët, edhe me linjët e drejta ku edhe me pjesën e lutjes. Zoti bekoft gjithë ata kudo dhe kurdo kanë dhënë gjithçka për lirinë e vendit tonë, për Kosovën shtet, për shqiptarët në përgjithësi. Bujqve i uroj punë të mbarë për kushtim dhe punë sa më të lehtë, edhe pse punë realisht në bujqësi janë trana, e di që kur kanë vullnet, kanë dashni dhe kanë respekt për tokën që i mon, e punojnë me zëll, me përkushtim, prandaj vjen edhe lavërdia. Kjo është mesazhi. Agron, vazhdojmë na, unë po të Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Për pas të fermer si jo kaq vullnet. Faleminderit shumë, faleminderit. Edhe me një histori shumë të qetë. Faleminderit. Faleminderit juve. Kjo është historia dhe rrugtimi i Agron Kajtazit, i cili tha se secilën punë që e ka bërë me shumë mundi e sakrificë.